Komuna e Bukovinës njofton qytetarët se sonte dhe nesër, duke filluar nga ora 21, në të gjithë territorin e komunës së Bukovinës do të realizohet dezinsektim kundër mushkonjave. Me këtë rast njoftohen të gjithë bletarët që të ndërmarrin me kohë masat e nevojshme për mbrojtjen e bletëve gjatë kohës së realizimit të dezinsektimit. Procesi do të zhvillohet vetëm në kushte të përshtatshme atmosferike. Në rast të rreshjeve të shiut ose errave të forta, dezinsektimi ose do të shtyhet për ditën e ardhshme ose për një ditë tjetër, kur kushtet atmosferike do të jenë të përshtatshme. Ndryshe, mbrëm u realizua dezinsektim në gjithë territorin e komunës së Tetovës, me qëllim të parandalimit të përhapjes së insekteve dhe krijimit të një ambienti më të pastër dhe më të sigurt për qytetarët. Dezinsektimi është realizuar nga toka në bashkëpunim me kompaninë Pronto në territorin e qytetit të Tetovës, me qëllim zhdukjen e mushkonjave të rritura dhe dëmtuesve të tjerë. Sipas planit të përgatitur paraprakisht, ekipet kanë përfshirë të gjitha lokacionet e parapara në specifikacionin teknik.